të njehsojmë kohën. Koha është një mallësi fizike e cila simbolikisht shënohet me shkronjën e vogël T. Kjo është një shkronjë me të cilën fillon emërtimi time nga anglishtja dhe simboli saj është T e vogël. Njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. E keni mësuar edhe në klasën e 6, ne do të përsërisim edhe në klasën e 8. Pra, njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda. Në jetën e përditshme, koha matet me njësi edhe më të mëdha se sekonda, që janë minuta, dhe dim se 1 minut i ka 60 sekonda. Më madh se minuti është ora. Ora shënohet me shkronjën H dhe 1 orë i ka 60 minuta. Ndërkaq, siç sqaruam më lart, 1 minut i ka 60 sekonda. Atëherë kërkohet që edhe minutat të shndrohen në sekonda, 60 herë në vend të minutit shkruajmë 60 sekonda. 6 herë 6 kemi 36, edhe 2 zera i shtojmë, bëhet 3600 sekonda, që do të thotë se 1 orë i ka 3600 sekonda. Kështu vazhdojmë me kalkulimet e njësive tjera më të mëdhaja që lejohen të përdoren. Pastaj është dita, 1 ditë që i ka 24 orë, e orët nëse dëshirojmë t'i kthejmë në sekonda, mund të ndjekim hapat të cilët i treguam. 24 herë 60 minuta shndrohet minuta, pastaj herë 60 sekonda dhe shndrohen në sekonda. Pra njësit tjera janë më të mëdha se dita, është java, pastaj muaji, viti e kështu me radhë. Po, si do të llogaritim kohën te lëvizjet e trupave? Le të supozojmë se pika materiale është nis nga pika A në një rrugë të cilën do ta paraqesim një vijë të cilën e kemi quajtur trajektore dhe arrin në pikën B. Distanca e pikave A, B në realitet është rrugë. Pra, AB është një distancë të cilën ne e shënojmë se dhe është rrugë. Në qoftë se kemi matë shpejtësinë me të cilën ka lëviz pika materiale nga pika A në pikën B, atëherë shpejtësinë do ta shënojmë me V. Dhe le të supozojmë se këto dy mallësi fizike i dim. Shembull, le të jetë rruga apo distanca mes pikës A dhe B 120 metra. Në qoftë se pika materiale këtë distancë apo këtë rrugë e ka kalu me një shpejtësi 3 metra për sekond, ne do të llogarisim se për çfarë kohe pika materiale e ka kalue këtë rrugë. Prandaj, koha është ajo mallësi fizike cila kërkohet. Koha paraqet hersin në mes të rrugës dhe shpejtësisë me të cilën ka lëviz trupi. Këtë e shprehim me formulë T barabartë me S mbi V apo S thypër V. Pra, koha paraqet hersin në mes të rrugës dhe shpejtësisë. Këtë formulë duhet ta vërtetojmë. Dhe në këtë formulë njësia duhet të del e kohës, për arsye se kjo formulë është e kohës. Njësia ndërkombëtare e kohës, ashtu siç tham këtu, është sekonda. Dhe do të pjestojmë njësinë e rrugës me njësinë e shpejtësisë dhe nëse hersi i njësive të rrugës dhe shpejtësisë na jep njësinë sekond, atëherë do të përfundojmë se formulën të cilën e kemi shkruar e kemi mirë. Prandaj,
do të veprojmë ashtu si stam. Njësia ndërkombëtare e rrugës është metri. Derisa njësia ndërkombëtare e shpejtësisë është metër për sekond apo metër thyë për sekond ose metër mbi sekond, varësisht cilin term dëshirojmë ta përdorim. Këtu kemi një thyes të dyfisht. Një rregull e matematikës thotë se çdo numër është numërues i cili për emërues ka 1. Këto qitet një emërues 1, sepse metër thyë për 1 është metër. Në këtë rast kemi dy thyesa. Këtu kemi thyesën kryesore, mbi thyes kryesore kemi një thyes dhe po ashtu nën thyes kryesore kemi gjithashtu një thyes. Shëndrimin e thyesës së dyfisht më detajisht ju do ta mësoni nga matematika dhe mësimet e matematikës, të cilat i keni po në këtë portal. Atëherë, nëse shumëzojmë numëruesin e thyesës së parë me emëruesin e thyesës së dytë dhe këto i qesim në numërues të thyesës së thjeshtë. Pra, metër herë sekond e shkruajmë lart dhe shumëzojmë emëruesin e thyesës së parë me numëruesin e thyesës së dytë. 1 herë metër apo metër herë 1, metër herë 1, dhe këtu shohim se metër me metër mund ta thjeshtojmë, derisa sekond thyë për 1 është sekond, sepse ashtu dhe tham që çdo numër i cili pjesëtohet me numrin 1 është vetaj numër. Në fund na doli njësia sekond, të cilën e pritnim për arsye se formula është e kohës, siç tham, dhe njësia ndërkombëtare e kohës është sekundi dhe ashtu na doli. Meqense formulën të cilën e kemi shkruar e kemi mirë, atëherë do ta zgjidhim detyrën. Pra, e shkruajmë edhe një herë formulën të barabartë me s rruga, pra, thyë për v shpejtësia, ku tani formulën e kemi të vërtetuar dhe nevojitet të i bartim të dhenat. Rruga është 120 metra, do ta shkruajmë këtu 120 metra, ndërkaq shpejtësia me të cilën ka lëviz pika materiale supozum se është 3 metra për sekond. Tani pjestojmë 120 me 3 është 40 apo 40 dhe metër thy për sekond, ashtu si që vërtetuam më lart, na doli se është sekond dhe tani kemi drejt ta shkruajmë drejt përse drejti sekond, meqense kemi të vërtetuar një hap më lart. Kështu që koha për të cilën e ka kalu pika materiale rrugën prej 120 metra, nëse ka lëviz me shpejtësinë 3 metra për sekond, qenë ka 20 sekonda apo 40 sekonda. Të njeksojmë kohën. Në vijim do të zgjidhim disa detyra të cilat kanë të bëjnë me madhësinë fizike kohën. Koha si madhësi fizike kemi thënë se shënohet me simbolin të vogël, ndërkaq njësia ndërkombëtare e saj është sekonda. Gjithashtu, ne kemi sqaruar se një sekond parafërsisht zgjat sa numërojmë 1, 2, 3, 4 e kështu me radhë. Pra, parafërsisht kjo është kohëzgjatja e një sekonde. Ndryshe në literaturë po ashtu mund të gjeni se sekonda zgjat parafërsisht sa i mbyllëm dhe i hapëm një herë syt. Në detyrën e parë të cilën kemi zgjedhur për sot është sa sekonda i ka një javë. Pra, do të llogaritim se sa sekonda i ka një javë. Duke ditë se java është prej 7 ditësh, pra shkruajmë një javë, e cila i ka 7 ditë, dhe ditët do t'i kthejmë në orë, e orët në minuta, e pastaj minutat
në sekonda dhe në fund do të arrijmë të tregojmë se sa sekonda i ka një javë. Pra, dim se java i ka 7 ditë dhe secila ditë i ka nga 24 orë, pastaj ora i ka 60 minuta e minutat i kanë 60 sekonda. Në qovë se ju nga dalë filloni të ktheni ditët në orë, e orët në minuta, e minutat në sekonda, do të arrini të rezultati se një javë i ka 604.800 sekonda. Pra koha prej një jave, kur të shndrohet në sekonda, do të jetë 604.800 sekonda. Ju në fund do të fitoni këtë rezultat dhe kjo kohë prej 604.800 sekondave është rezultati i cili kërkohet dhe ky rezultat në sekonda faktikisht është një javë. Pra një javë i ka 604.800 sekonda i ka java. Ju provoni tani, pra si që tham edhe një herë, që ditët t'i ktheni në orë, orët në minuta, e minutat në sekonda, dhe në fund do të arrini të rezultati 604.800 sekonda. Shpresoj se me këto udhëzime që i dham janë të mjaftueshme që ju të arrini të shndroni javën në minuta, javën në ditë, e ditët në orë, orët në minuta, e minutat në sekonda, për të arritë përfundimisht deri te rezultati 604.800 sekonda që janë të barabartë me një javë. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre që unë fuqimisht jam i bindur se ju pa vështirësi keni arritë që ta zgjidhni këtë detyrë, nga se kemi sqaruar se këtu ju duhet të ktheni një javë në sekonda. Dhe kështu gjatë llogaritjes që ju i keni bërë, unë shpresoj se pa vështirësi keni thënë se një javë i ka 7 ditë. Një ditë e plot i ka 24 orë. Pra një ditë e dim se i ka 24 orë. Pra mendojmë ditën e plot. Dita e plot është drita dhe nata. Kështu që tani orët do t'i kthejmë në minuta. Por ne nuk kemi këtu vetëm një ditë, po i kemi gjithsej 7 ditë. Pra shumëzojmë 7 herë 24 për të ditë se sa orë i ka një javë. Shumëzojmë 7 herë 4 28, 7 herë 2 14 edhe 2 16. 168 orë i kanë 7 ditë. Pastaj do të vazhdojmë tutje që orët t'i shndrojmë tani në minuta. Dhe këtu mund të shkruajmë barazi 168 herë një orë e dim se i ka 60 minuta. Pra në vend të orës do të shkruajmë tani 60 minuta. Dhe
Tani do të shumëzojmë numrin 60 me 168 dhe fitojmë numrin 10.080. 10.080 minuta i kanë një javë apo 7 ditë. Pra këtë pavështërsi shohim se bojmë 6 48, 8 4, 6 36 edhe 4, 40, 0 4, 6 6 edhe 4, 10, edhe shtojmë një 0 dhe kështë numri 10.800 minuta. Pastaj, ta minuta duhet t'i shëndrojmë në sekonda dhe shkruajmë edhe njëherë numrin 10.080 minuta, por në vend të minutit do të shkruajmë here 60 sekonda, sepse një minut i ka 60 sekonda. Dhe kur të shumëzojmë numrin 10.080 me 60, do të fitojmë numrin 604.800 sekonda. 604.800 sekonda i ka një javë, apo 10.080 minuta, ose 168 orë. Pra, gjatë zgjidhjes së kësaj detyre, ne kemi mësuar se një javë i ka, mos themi mësuam sepse kemi ditë 7 ditë, por do ta shkruajmë. Pastaj mund të themi një javë i kanë 168 orë, një javë të shprehura në orë i kanë 10.080 minuta, pra një javë 10.080 minuta, dhe në fund një javë i ka 604.800 sekonda, që kjo është dashur të llogaritet, ndërkaq javën të shprehur në orë e fituam dhe mund ta ruajmë si 168 orë, javën të shprehur në minuta 10.080 minuta, dhe java në sekonda është 604.800 sekonda. Kështu kemi arrit deri te fundi i detyrës, që edhe ju shpresoj se në këtë mënyrë keni arrit ta përfundoni, se një javë i ka 604.800 sekonda. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, që unë fuqimisht jam i bindur se ju pa vështirësi keni arrit që ta zgjidhni këtë detyrë, nga se kemi sqaruar se këtu ju duhet të ktheni një javë në sekonda. Dhe kështu gjatë llogaritjes që ju i keni bërë, unë shpresoj se pa vështirësi keni thënë se një javë i ka 7 ditë. Një ditë e plot i ka 24 orë. Pra një ditë e dim se i ka 24 orë. Pra mendojmë ditën e plot. Dita e plot është drita dhe nata. Kështu që tani orët do t'i kthejmë në minuta. Por ne nuk kemi këtu vetëm një ditë, po i kemi gjithsej 7 ditë. Pra shumëzojmë 7 herë 24 për të ditë se sa orë i ka një javë. Shumëzojmë 7 herë 4 28, 7 herë 2 14 edhe 2 16. 168 orë i kanë 7 ditë.
Pastaj do të vazhdojmë tutje që orët ti shndrojmë tani në minuta. Dhe këtu mund të shkruajmë barazi 168 herë një orë e dim se i ka 60 minuta. Pra në vend të orës do të shkruajmë tani 60 minuta. Dhe tani do të shumëzojmë numrin 60 me 168 dhe fitojmë numrin 10.080. 10.080 minuta i kanë një javë apo 7 ditë. Pra këtë pavështërsi shohim se bojmë 6 herë 8, 48, 8 4, 6 herë 6, 36 edhe 4, 40, 0, 4, 6 herë 1, 6 edhe 4, 10, edhe shtojmë një 0 dhe kë është numri 10.800 minuta. Pastaj, ta minuta duhet t'i shndrojmë në sekonda dhe shkruajmë edhe një herë numrin 10.080 minuta, por në vend të minutit do të shkruajmë herë 60 sekonda, sepse një minut i ka 60 sekonda. Dhe kur të shumëzojmë numrin 10.080 me 60, do të fitojmë numrin 604.800 sekonda. 604.800 sekonda i ka një javë, apo 10.080 minuta, ose 168 orë. Pra, gjatë zgjidhjes së kësaj detyre, ne kemi mësuar se një javë i ka, mos themi mësuam sepse kemi ditë 7 ditë, por do ta shkruajmë. Pastaj mund të themi një javë i kanë 168 orë, një javë të shprehura në orë i kanë 10.080 minuta, pra një javë 10.080 minuta, dhe në fund një javë i ka 604.800 sekonda, që kjo është dashur të llogaritet, ndërkaq javën të shprehur në orë e fituam dhe mund të ruajmë si 168 orë, javën të shprehur në minuta 10.080 minuta, dhe java në sekonda është 604.800 sekonda. Kështu kemi arrit deri te fundi i detyrës, që edhe ju shpresoj se në këtë mënyrë keni arrit ta përfundoni, se një javë i ka 604.800 sekonda. Do të vazhdojmë me detyrën e dytë, që ka të bëjë me njekësimin e kohës, e teksti i kësaj detyre është sa sekonda i ka një ditë. Pra këtu kemi ditën ta shndrojmë në sekonda. Ne po shkruajmë se koha e cila është dhënë është dita, pra një ditë. Një ditë është koha të cilën ne do ta shndrojmë në sekonda. Pra një ditë duhet të tregojmë se sa sekonda i ka. Kemi sqaruar se një ditë e plot është 24 orë. Pra një ditë e plot i ka 24 orë, dhe pastaj orët do t'i shndrojmë në minuta, e minutat do t'i shndrojmë në sekonda, dhe në fund do të arrijmë se një ditë sa sekonda i ka. Pra në fillim po sqarojmë se dita i ka 24 orë, pastaj orët
i shndrojmë në minuta, e minutat së fundi i shndrojmë në sekonda, dhe do të fitojmë rezultatin se sa sekonda i ka një ditë. Unë shpresoj se me këto udhëzime të cilat sapo u avash, me lehtësi ju do të arrini të ktheni ditën në sekonda. Një ditë prej 24 orëve të shndrohet në minuta, e ata minuta të cilët do t'i fitoni t'i shndroni në sekonda, dhe kjo është krejt ajo që ju duhet të bëni në vijim të kësaj detyre për të arrit të rezultati se sa sekonda i ka një ditë. Tani, ju mund të vazhdoni zgjidhjen e kësaj detyre dhe për çdo eventualitet në pjesën e dytë të kësaj detyre, unë do të vazhdoj ta shndroj ditën në orë e orët në minuta, pastaj minutat në sekonda, në mënyrë që ju të bëni krahasimin e metodës se si keni arrit ju të shndroni ditët në sekonda me metodën të cilën unë do ta përdori, por kryesisht unë do të shkoj sipas këtyre udhëzimeve të cilat sapo u sqarova, ku ditën një herë do ta shndroj në 24 orë, pastaj 24 orët do të shndroj në minuta, e ata minuta që dalin do të shndrojmë në sekonda. Në pjesën e dytë, gjithsesi mund të ndeshni zgjidhjen e kësaj detyre sipas këtyre hapave të cilët sapo u sqarova, dhe shpresoj se do të arrimte i njëjti rezultat që kërkohet të dim se sa sekonda i ka një ditë. Po vazhdojmë me pjesën e dytë të kësaj detyre, ku kërkohet të dim se një ditë sa sekonda i ka, apo sa sekonda i ka një ditë. Dhe ditën, tham e shndrojmë në orë, e një ditë i ka 24 orë. Pastaj, orët, pra 24, do t'i shndrojmë në minuta. Një orë e dim se i ka 60 minuta. Këtu do të shumëzojmë vetëm e 6, zerën do t'a shtojmë në fillim, 6 e 4, 24, 4 a 2, 6 e 2, 12, edhe 2, 14. 1440 minuta i ka një ditë. E një ditë anë është 24 orë. Do të vazhdojmë pastaj këta minuta që na dolën se janë 1440, pra 1440 minuta, duhet të shndrojmë minutat në sekonda. Në vend të minutit do të shkruajmë here 60 sekonda, sepse një minut i ka 60 sekonda. Përsëri kemi të shumëzojmë numrin 60, dhe me 0 nuk do të shumëzojmë, por do të ashtojmë në fund. 6 herë 0, 0, 6 herë 4, 24, 6 herë 4, 24, edhe 2 në men, 26, 6 herë 1, 6, edhe 2, 8. Edhe një 0 do të ashtojmë të numri 60, edhe një sin sekund e shtojmë, dhe përfundimisht fitojmë numrin 86.400. Pra 86.400 sekonda i ka një ditë e plot, që këtë rezultat mund të shkruajmë të 86.400 sekonda i ka një ditë, sepse dita tham i ka 24 orë, e 24 herë 60 minuta, sepse një orë është 60 minuta, pra krejt kjo 60 minuta është zëvendësu nga ora, dhe kur është shumëzu numri 24 me 60 na doli sa është 1440 e njësia minut. Pastaj këta minuta, 1440, për të shndru në sekonda,
shumëzojmë numrin 1440 herë 60 sekonda, sepse 60 sekonda janë 1 minut. Pra 1 minut, dim se i ka 60 sekonda, e 60 herë 1440, siç e vërtetuam së bashku, duke shumëzuar, doli rezultati 86.400 tani njësia sekond. Kështu që një ditë i paska 86.400 sekonda dhe kjo është zgjidhja e detyrës të cilën ju sigurisht me lehtësi e keni arrit ta përfundoni dhe parafërsisht shpresoj se keni vepruar edhe ju në këtë mënyrë për të arrit deri te rezultati 86.400 sekonda që është një ditë. Pra përfundimisht ne mund të shkruajmë se një ditë është e barabartë me 86.400 sekonda. Kjo është zgjidhja e detyrës e cila është kërku nga teksti sa sekonda i ka një ditë. Pra një ditë i ka 86.400 sekonda. Detyrat të tilla për ushtrime ju mund të merrni edhe me tutje, nuk do të thotë se do të merrni një ditë të plot, ju mund të merrni 8 orë pune, apo 8 orë sa sekonda i kanë. Po ashtu mund të merrni edhe minuta të ndryshëm, për shembull një orë shkollore gjatë 45 minuta dhe ata minuta të shndroni në sekonda. Në këtë mënyrë mund të keni detyra sa të doni për të ushtruar në mënyrë që të dini të bëni lëvizjen nga orët në minuta, nga minutat në sekonda, apo edhe në njësi më të mëdha, siç pam disa detyra për ditën, javën, muajin, vitin e kështu me radhë, dhe të dini se gjithmonë duhet të shndrohet koha në sekonda, sepse njësia ndërkombëtare e kohës është sekonda.